Maska me vezë dhe uthull për lëkurë dhe flok me shkëlqim. Shumë nga ushqimet që ndoshta tashmë i keni në shtëpi mund të përdoren për qëllime kozmetike. Këto produkte nuk janë të shtrenjta, por kërkojnë shumë përpjekje ose kohë që mund të jenë edhe aq të mira, ndoshta edhe më të mira se sa blerjet e produkteve kimike. Maska nga e bardha e vezës. Nëse ju ka tepruar e bardha e vezës, mund ta bëni omletë dietike ose mund të përcaktoni të kujdeseni për lëkurën tuaj. Të bardhën e trazoni edhe gjithashtu është e mjaftueshme për të mbuluar të gjithë fytyrën. Aplikoni këtë përzierje në fytyrë të pastër dhe lini të qëndrojë derisa të thahet si çdo maskë tjetër. Kështu e shplani fytyrën më pas dhe do ta keni të lëmuar dhe të freskët. Larja e flokëve me uthull molle mund të ripërtërijë gjithashtu shkëlqimin e tyre dhe t'jap edhe gjallërinë e munguar. Përdorimi i këtyre maskave në kushte shtëpie sigurisht që do t'jap rezultate fantastike në shëndetin tuaj.